Puti një silur NATO sot të paparë. Kulla. Shtyu vizitën në Kinë, sepse nuk ka ndërmend që të ulet në tryezën e bisedimeve për Iranin, se si kundër thamë javës që shkoj, janë tre fuqit, të treja nuk e kanë luksin që ta humbin këtë luftë. Pra Trumpi nuk mund shkojë dhe kësia ti thotë që ajde ulemi dhe negociojmë, dhe këtë është këmbim me marrëveshje ekonomike, financiare e tjerë, pasi qëllimi kryesor i kësaj lufte, unë ta kam thënë gjithmonë është që të mos bëhet e mundshme ndërtimi një gasjellsi dhe naftsjellsi nga Irani në Kinë nëpërmjet Afganistanit. Dhe kjo ishte një vizitë e planifikuar shumë më përpara. Trumpi mendonte, siç i kishin thënë shërbimet e veta, që kjo punë do të mbaronte për 10 ditë 2 javë. Kjo gjë nuk mbaroi për 10 ditë 2 javë, dhe në çështjet që do bisedoheshin ishte Irani, dhe pikërisht një nga çështjet që nuk donte të bisedonte ishte Irani, ndërkohë që Kina është shumë e qartë e pozicionuar tek çështja e Iranit, është me Iranin, pavarësisht se kështu bën sikur është asjanse. Këtë punë e din mirë amerikanët, e din mirë dhe Izraeli, dhe Irani, lufta në Iran është dhe arsyeja pse u anullua vizita e presidentit Trump në Kinë. Por ka një gjuhë diplomatike. Nuk thuhet anullim ose prishje vizitës. Shtyn. Thuhet shtyrje vizitës. Po, shtyrje, po. Që do bëhet, po jo tani, s'është momenti. Unë kam përshtypjen se kjo, për sa kohë vazhdon lufta, dhe lufta do vazhdojë nuk do ketë. Okej, tani Kulla, një homologu jot. Dhe unë mendoj që kjo është pikërisht një nga indikatorët që na thotë që ne po shkojmë në një luftë shumë më të gjerë, pra një luftë botërore. Pra efektet e kësaj lufte, sepse zoti Trump kur para se të vinte në pushtet dhe kur ka ardhur në pushtet, objektivat i ka vënë shumë qartë. Prishjen e BRICS-it. Qartë. Dhe lufta e Iranit është pikërisht një luftë drejt për drejt me BRICS-in. Dhe jo rastësisht aty ndodhen edhe tre fuqit më të mëdha të BRICS-it: Kina, India dhe Irani ishte kandidat për BRICS, ë? Irani është brenda BRICS-it, është brenda apo ishte kandidat? Po prit se Irani është edhe furnizuesi kryesor i ekonomisë, pra potencialisht furnizuesi kryesor i ekonomisë së BRICS-it me energji. Pasi ta thash, aty ndodhet Rusia, e cila ka energjinë dhe furnizon edhe Kinën edhe Indinë, por Irani, duke qenë që ndodhet aty, ishte edhe potenciali kryesor i furnizimit të ekonomisë indiane dhe kineze me gaz edhe me naftë. Kështu që arsyeja kryesore e vetmja për mendimin tim, po edhe kryesorja e anullimit të vizitës, ose prishjes së vizitës. Është shtyrjes, po. Është këtu ndajemi, unë nuk mendoj që kemi të bëjmë me shtyrje, mendoj që kemi të bëjmë me prishjet vizitës. Po kush e kishte thirrur të vizitën? Nuk është se kishte thirrur dikush apo? Vizita ishte planifikuar me presidentëve, ishte planifikuar shumë para luftës, ishte përgatitur e tjerë, dhe presidenti Trump thoshte që ne do të shkruajmë kaq marrëveshje ekonomike, do bëjmë një marrëveshje të madhe për çështje tregtare e tjera. S'po në për Netanyahu, harrova, më shikon? Në ikun Netanyahu. Dhe unë mendoj që kjo është një efekt i drejt për drejt i luftës madhe që po ndodh, që është lufta tregtare ekonomike, me gazin, me naftën, gjiri persike e tjerë, po dhe i luftës të vërtet me raketa dhe me avion që po ndodh në Iran mes Izraelit, Amerikës dhe Iranit. E kuptova analizën tënde. Një homologu jot i huaj thot, dakord me të gjitha këto, por thot, kujdes, ka një ngërç Kina. Vërtet mund të jetë aleate me Iranin, se 1, 2, 3, 4, 5. Po ndërkohë, thot, Kina nuk intereson fare dobësimi amerikanëve në këtë luftë, thot, sepse një dobësimi amerikanëve në këtë luftë financiarisht, dakord? E bën Kinën, thot, i krijon Kinës probleme të mëdha dhe e lidh me punën e borxhit, më duket. Jo, e lidh me punën e dollarit. E dollarit dhe të borxhit. Dhe të rezervës që po ki parasysh diçka. Pra, Kinës sot me thelb, indirekt, i intereson që amerikanët të dalin më të fortë nga kjo luftë. Pavarësisht është. E ke gabim? Nuk e kam unë, jo, unë të citova një. E ka gabim ai kolegu? Totalisht. Po. Dakord, okay. Kjo është. Ai jepte, unë ndoshta nuk ta rindërtova mirë. Po ai ishte shumë logjika që thoshte ai. Unë mendoj, po t'jap unë logjikën. Unë mendoj që një nga arsyet e luftës në Iran ka të bëjë me faktin që Kina vendosi vjet të heqë dorë nga blerja e borxhit amerikan. Dhe kjo është arsye pse presidenti Trump shkoi dhe bëri vizitën në Katar, në Emiratet dhe në Arabi Saudite dhe bëri marrëveshjet me vendet arabe, që ata pjesën që nuk blen më Kina të borxhit amerikan ta blejnë arabët.
Dhe kjo është arsyeja pse Irani po i sulmon arabët në mënyrë që ata të mos blenë për borxhin amerikan. Po sa ka blerë ndërkohë Kina në Amerikë? S'ka blerë më borxh, ka. Dare, sa ka blerë deri tani pra? Kjo s'ka blerë më, këto janë të vjetra. Kjo është arsyeja pse Trumpi donte të shkonte në Amerikë dhe të rinegocionte faktin që Trumpi do shkonte në Kinë, do thua ti. M'fal, Trumpi donte të shkonte në Kinë dhe kjo është arsyeja pse Trumpi donte që të shkonte në Kinë që të rishikojë edhe një herë çështja e blerjes borxhit, edhe e dollarit, rezervave e dollarit që ndodhen në Kinë. Dhe një nga, nëse ti e ke parë në gjatë kohës negociatave në Oman, që diskutoi mes amerikanëve dhe Iranit, para se të fillonte lufta, një nga çështjet që diskutoi ishte pikërisht blerja e naftës dhe e gazit iranian nga Kina, dhe amerikanët ofruan që ja u blejmë ne naftën dhe gazin, nuk ka nevojë, por ja u blejmë me që monedha shkëmbimit të jetë dollari. Pra, kjo vizit e anulluar, e prishur, është pikërisht një nga ato gurët e mozaikut që të shpjegon pse kjo luftë po kthehet në një luftë globale. Ndërkohë Trumpi kishte takim dje ose sot më duket me kryeministrin e Japonisë. Po, e pritin shtëpi të bardhë. Ka thënë një batutë perë, nuk e di e kemi audio apo jo, e kemi. Shive çik çfarë perë. One thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, no, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So. Ka nevojë për një shpjegim tani, ti kujtosh njerëzve pse përmendi Pearl Harbor dhe pse i tha që kush mirë se japonezët e dinë surprizën. Sepse japonezët Ja shpjegosh publikut. Japonezët në luftën e dytë botërore me surprizë goditën në Hawaii në Pearl Harbor. Goditën anijet amerikane dhe vranë dhe flotën dhe vranë mbi 3000 marinarë amerikanë të tjerë. Me avion kamikaz. Po, dhe kjo ishte futja e Amerikës në luftë, pikërisht nga superfuqia ushtarake militariste e Japonisë kohës. Dhe ajo luftë përfundohet gjithë e kujtën dhe në mënyrë indirekte zoti Trump tha që edhe ne pastaj surprizuam më mbrapa, duke nënkuptuar që i surprizuam me goditjen me 2 bomba bërthamore në vitin 1945 në Japoni dhe që i dhamë E fundi. gjitha kjo për të shpjeguar që pse nuk ju lamëruam që po hynë në luftë me Iranin, pra ishte surprizë. Pra po, jo, e gjitha kjo edhe për të parlemruar që nëse vazhdon kështu, siç surprizuam Japoninë me armë bërthamore, mund të surprizojmë dhe Iranin me armë bërthamore. A, është kjo thua ti, ka lënë këtë të kuptohet? Po sigurisht. Është fuqia e dytë bërthamore në botë. Tani ku erdhi momenti. Amerika është shteti më i madh në botë dhe më i fuqishëm ushtarakisht, edhe me ndikimin më të madh në botë, është lideri global. A mund të arrijë deri atje kulla? Pra në përdorimin e, nuk po them strategjike nga ato që ndodhen në Hiroshima dhe në Nagasaki, luftën e dytë botërore, por po them ato taktiket. Janë me rrezet kontrolluar. Unë nuk arrit do të t'jap të shpjegim, sepse duhet kisha informacione tjera, por jo, me logjik që se vazhdon lufta gjatë. Po nëse vazhdon lufta gjatë, unë ta kam thënë që o do çojnë 1 milion trupa do përdorin armë bërthamore, se si do ta përfundojnë luftën. Dhe armë bërthamore do thot vesh dhe vdekja e masive e njerëzve të pafajshëm apo jo? Armë bërthamore do thot eliminimi fizik dhe jo vetëm fizik i të gjithë objekteve të gjallë dhe jo të gjallë që ndodhen në ato vende. Në atë objektiv. Pra nëse objektivi është ata gjenë se ku ndodhen rezervat bërthamore të Iranit, pra ai uraniumi i famshëm i pasuruar 400 ton, po. Deri në 60% që është e konfirmuar që Irani është e konfirmuar nga rusët, nga agjencia atomike etj. Pra nëse lufta vazhdon dhe nëse nuk ka përparime, dhe nëse palët nuk arrin do të çojnë 1 milion trupa, se NATO nuk përfshihet, të tjerët nuk përfshihen, përdorimi i armëve strategjike po është i mundshëm. Është një nga elementet që mund të konsiderohet të ardhmen. Strategjike apo taktike? Kur them me armë strategjike, nuk kuptoj armë taktike, pra bombat bërthamore. Që janë të kontrolluara. Po, varet se domethënë duhet të shohim teknikisht pra si do të përfshihet më tej Amerika dhe Izraeli në luftë. Dhe a do të përfshihen dhe fuqitë e tjera.
Dhe këtu çështja është E sot ky ira NATO-s. E goditi NATO-n prapë. nuk se ira NATO-s, ai tha NATO-s që NATO nuk ekziston pa mua se 77% e buxhetit NATO-s jam unë. Dhe nëse ju nuk do më ndihmoni dhe nuk do më përkrani. Ja, e ka ledjo, e ka Dhe ledjo. nuk do të vjeni në linjë bas nenit 5 NATO-s, atëherë unë do ta prish NATO se ju s'mduheni më. Qartë, Pak fjalë. është era e dytë që e bën këtë polemrim. Po edhe mund ta bëj, ëh. Japonisi jodh bomba nga amerikanët kur bën llogarinë se sa shumë ushtarë do i vdisnin nëse pushtonin ishullin. Dhe nga frika se Stalini, duke qenë më afër nga kufiri lindor, Rus do i pushtonte. Ledjo, e kemi gjë atë momenti ku Trumpi siluron NATO-n? Are you rethinking the United States' relationship with NATO possibly getting out? Well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But, you know, when you say rethink, I have nothing currently in mind, but I will say that I'm not exactly thrilled when we help them with Ukraine. Look, Ukraine would have been over in one day if we didn't help. Është shumë i qartë. Është parlemrim shumë i qartë. Nëse unë hyj në luftë më tej dhe ju nuk rreshtoni me mua, do dal nga NATO. Po këta thonë që ti sa ne mbrove, pra. Ishte efekti surprizë. Tre ushtit më të mëdha të NATO-s nuk është asnjëra në BE. Turqia? SBA-ja, Turqia dhe Britania e Madhe. Kështu që Se Britania e Madhe është me forcë e Franca, thua ti. Ka ushtrime të forcë e Franca, e zëm. sigurisht. Kot, po thë. Ka, ë? Po sigurisht. Dhe ai është shumë i qartë, dhe thotë, dhe këtu është gjithë dilema për NATO. Kur antarësuam në NATO, një nga dilemat më të mëdha për zgjerimin e NATO-s në atë kohë me Adriatic Treshin, Na kam bet vetëm, jemi në 10 minuta e fundit, kulla. ishte, them dhe këtë dhe pastaj me pyetje përgjigje 10 minuta. Një nga dilemat ishte si do fusim në vendet vogla të cilët kanë fuqinë e vetos. Sepse janë vende që s'kan ushtri, edhe Maleziu fut NATO. S'kan teknologji, nuk kanë para, pra 2% që i famshëm gjithë e tjerë, dhe marrin pushtet për të pasur vetëm pushtet politik. Dhe në një lloj forme NATO u kthye në një lloj OEQ. Qartë. Kjo krizë aktuale tregon saktësisht të gjë. Dhe presidenti Trump është i drejtë për drejtë, thotë ne kemi varfëruar qytetarët amerikanë, kemi krijuar borxhe për të mbrojtur këta, thotë. Dhe një moment që ne kemi nevojë, thotë, këta na kthen kurrizin. Dhe kjo mund të jetë edhe pika, mund të jetë një nga krizat kryesore që mund të psojë NATO që nga themelimi i saj, nga 49 e këtej, sepse NATO është krijuar pikërisht me këtë format, po ki parasysh që 77% e buxhetit NATO-s është SBA. Dhe dy ushtrit më të forta të NATO-s janë ushtria amerikane dhe ushtria turke. Të dyja ushtria turke në mënyrë indirekte sepse është në kufi me Iranin, mund të gjendet në një konflikt potencial dhe ushtria amerikane është në një konflikt drejt për drejt me Iranin. Atëherë, nëse NATO nuk i gjendet Amerikës në këtë pikë, për çfarë do duhet NATO? Për OEQ? Dhe ti thua që mund ta marrë këtë vendim ky vërtet? Nëse ai ja kërkon atyre dhe ata nuk e ndihmojnë, sigurisht unë mendoj që do ta marrë këtë vendim. Po ti thua do paloset se po shifja atë si quhet ky i NATO-s, më që ka qenë kryeministri i Hollandës. Sekretari i përgjithshëm. Si quhet më? Po sekretari i përgjithshëm Rute. Po e shifja sot, po thoshë ne jemi duke diskutuar andaj këtej, po që kot Po sepse. s'është problemi, nuk Rute s'ka asgjë në dorë. Janë vendet anëtare që duhet vendosin. Ja, do ma përthesh pa këtë kulla? Po. Pas fillojmë pyetjet? Pa Amerikën, NATO është një tigër për letre. Tigër për letre ka quhetur, po. Po. Këta nuk donin të na bashkangjiteshin në luftën tonë për të ndaluar fuqinë nukleare të Iranit. Tashi që lufta vazhdon dhe ne po fitojmë ushtarëkisht, thot, dhe ka shumë pak rrezik për ta, thot, ata na kundërshtojnë, thot, për shkak të çmimit, rritjes së çmimeve të larta të naftës. Dhe nuk duan që të futen në këtë luftë për të paguar dhe nuk duan të na ndihmojnë për të hapur ngushticën e Hormuzit, që është një manovër e thjeshtë ushtarake dhe është arsyeja vetme e thjeshtë e rritjes së çmimit të naftës. Qartë. Është shumë e thjeshtë për të thënë që kemi pak rrezik dhe
por thot mos harroni thot se ne këtë gjë do ta kujtojmë, nuk do ta harrojmë thot. Pa e kam vëth në veshme kjo. Po, dhe ka vënë emrin po është president Donald J. Trump. Qartë. Pra është një paralajmërim shumë i qartë. Qartë. Pra nuk është një veprim irracional, është një deklaratë e ftohtë e diskutuar me bashkëpunëtorët e vet më të ngushtë. Sigurisht. I fort doli ky Macrona, kur e mendon. Ula. Po i bën... Si dolën zgjedhjet në ato lokalet në Francë? Në total ende si kanë parë mirë, po kanë... Si doli Macroni? Më i fort apo... Po them drejtur si kanë bën shumë rëndësi, këtyre zgjedhje lokale atje. Po janë të rëndësishme në këtë moment. E di, po këta të majtët ekstrem, jo, Macroni nuk është e shritur, jo, partia e tij. Nuk ka rritje, jo. Paka shumë atje janë, ato balanca. Dgjoj kulla. Kështu që unë mendoj se arsyeja e reale e fuqive europiane është çështja e politikës brendshme, sepse lufta në Ukrainë e shkatroi gjithë klasën politike europiane. Një luftë tjetër rrezikon që t'i fshijë gjithë, kështu që kjo është arsyeja pse ata nuk duan të përfshihen luftë. Të shohim. Demi Komi. Po lexoj tani pyetjet tuaja, kemi 7 minutat e fundit me kullën, se në 10:30 mbri në studio Fari Balliu përballë Marsit Gupit, zonja Zotrin, për të vazhduar aktualitetin politik dhe jo vetëm. Në Shqipëri dhe jo vetëm. Kujdes. Me mbrëmje Mashani thot Demi Komi, pyetje për zotin Kulla, kur Donald Trump nuk do të jetë më president, çfarë do ndodh me Izraelin? Po përgjigjet unë që do t'i japësh janë vetëm me 3 fjalë, se s'kemi kohë. Se janë shumë pyetje për ty. Kjo varet, se jemi 3 vite larg, nuk mund ta them këtë. Me mbrëmje zotin Mashani thot Beri Bushi. Dhe zoti Kulla, sipas zotit Kulla, që mendimi ka, do ike Amerika nga gjiri presik dhe të forcohet shumë Kina në atë rajon? Në këtë luftë, nëse Amerika humbet, sigurisht që largohet njëherë përgjithmonë nga linja mesme. Dhe prandaj unë them që nuk mund të humbas luftën as Amerika, as Izraeli dhe as Irani. Janë duke lexuar pikërisht pyetjet tuaja që keni dërguar te kutia magjike atje, te ai QR kodi. Irani ka lajmëruar të godasi Al-Aqsa, thot zoti Çani dhe tërë Europën sot. Mos exagjerojmë. Shoferi satelitit, thot. Shoferi satelitit Albania 1. Sateliti që ka lerë Elisa Spiropari. Unë mendoj që Irani nuk godet Al-Aqsan, s'ka logjik. Ose thua atë. Dikush tjetër mund godas Al-Aqsan. Siç dikush tjetër mund të ditur shkollën aty që vdiqën atë fëmijët në Iran. Me Tomahawk, dakor, me Tomahawk. Po mund mos jenë amerikanët. Tomahawk nuk ka vetëm amerikanët sot. Pse kush e ka tjetër? Mos e ka ky Macroni. Ti nuk e di që trafikojnë këto? Është tregu zi trafikoj këtu. Është i paparë. Po të betohet Oriani. Po. Ku? Kanë përburimet e mia. Te tregu çam. Mi mbrëma thot shoferi satelitit Albania 1. Mi mbrëma sa është mundësia që t'ia dalë Izraeli për të bërë Izraelin e madh dhe do mundohet ta mbrojë si plan para se të ikë Trump nga presidenca. Po shiko, kur hyn në luftë ka fitus. Pax, si quhet ajo Pax judaika. Kur hyn në luftë ka fitues dhe humbës. Nëse do të fitojë, sigurisht që do ndryshojë harta, po nëse do humb, mund ndryshojë harta në të kundërt. Nga ana tjetër. Vështirë se fuqi bërthamore ajo. Nuk ka vetëm një fuqi bërthamore sot. Çan thot Ledion Tojani, pyete Kullën, mos marrëveshjet e Izraelit me SBA-n, thot sulmet e Izraelitit në cistenat iraniane janë të vërteta apo është lojë amerikanëve me izraelitët? Unë mendoj që ka një tension mes palëve, sepse kjo është shprehur nga deklaratat e zëvendës presidentit, amerikanët nuk kanë qenë përgatitur për një luftë afatgjatë. Kjo është arsye pse po kërkojnë 200 miliardë Kongresit. Mendonin që kjo gjë do të mbaronte për 2-3 javë. Gringo, pyet Gringo. Hey Gringo. Hey guys. Pyetje për zotin Kulla, a ka rrezik real për luftë civile në Liban mes Hezbollahut dhe shtetit libanez të shtyrë nga Izraeli? Është shumë mundësia shumë e lartë. Mundësia shumë e lartë. Mirmaçani thot ke emisionin më të lirë në botë, këtu flitet lirshëm. Vimri që e kuptove tani. Nuk është thënë para 20 vjetësh. Mendoj se qysh u krijua njerëzimi nuk ka pa ndonjë drejtësi. Të mençurit kanë shfrytzuar të pamençurit, drejtësia vetëm utopi. Okej, dakord. Historia e botës është historia e luftrave, thotë. Përshëndetje Çani, thot Vali. Dhe Kulla kam një pyetje që nuk ka të bëjë me Iranin, por dua të di se çfarë mendon nëse do të shfuqizohet ligji i gjuhës shqipe në Majdanin e Veriut. A do kemi një përshkallëzim? Kalo argument tjetër. Ruaj vetëm mos vinë raket plak, s'është moment flasim për të punë, kujdes. Beri Bushi, do të thënë si tha Nasradini, bota do mbyllet kur të mbyllun syt. Beri Bushi përqendrohu këtu në aktualitet.
Lere Nasradinin, eksploruesi, Çani pyete pa kullën, a është koha tani të përmbushet profecia? Me që se ka njoje shumë me myslimanët, thot kulla, ka më shumë me izraelitët. Rreziku është që kjo luftë e cila po bëhet vetëm për interesa të marrë pikërisht qasjen eskatologjike për të justifikuar interesat. Ec drejt djathas, për pseudonimi këtij që bën pyetje, ec drejt djathas, per. Sa shanse ka që brenda 2 javëve të ardhshme Turqia lëshon raketën e parë? Shumë pak. Shumë pak. Letjo do të thotë mirë Çani pyete kullën, do ishte më mirë një lider si Hitleri në këto kohë për Europën me lidership të lodhur, sa vjen tur. Bota nuk është me sikur, kështu që Hitleri është, po ju nuk e shikoni. Është gjithandej. Ti ke një Hitler brenda vetes. Përshëndetje zoti Çani, thotë Oktaviani. Pyetje për zotin Kulla. Midis këtij konflikti në Iran, bllokimi të rrugës tregtare të ngushëllisë së Hormuzit, që ka ndërprer furnizimin e Europës me naftë dhe gaz natyror, si dhe lëshim rekord të rezervave emergjence nga Agjencia Internacionale, nga l'Agence Internationale de l'Energie, që ka frankofon ky, prej 400 milion fuqi nafte thot për zbutur çmimet treg. Si e parashikoni të ardhmen afatgjatë e Europës? Kulla të japi përgjigje, ky vazhdon më. Historia mund të përsëritet thot, por rimon ku rrugët tradicionale tregtare si rruga e Mandafshit bllokuar shekullin para fuqitë europiane u bashkuan. Mos ti ke bërë status i gjatë plak. Unë të thash vetëm pyetje. Donald Trumpi nuk ik pa nis luftat e botërore, si mendon Kulla? Unë e kam thënë që një nga mundësitë e kësaj lufte, nëse zgjerohet, është pikërisht lufta e tretë botërore, por nëse Irani do të bëjë të njëjtën gjë që ka bërë me Hormuzin, do ta bëjë edhe me ngushticën atje mes Yemenit edhe Afrikës, do të kemi bllokimin edhe të kanalit tjetër. Pyetje tjetër, zoti Kulla, aksionet e cilave kompani në bursë duhet të blejmë tani? Ndoshta ndonjë Lockheed Martin apo Northrop Grumman? Lockheed Martin është një nga ato, Thales i Francës është një nga ato, Leonardo në Itali është një nga ato, kompani ushtarake normal. Dhe e fundit fare Kulla? Alenia, për shembull, Alenia Space është ajo që ka bërë 64 radarët që kemi ne për fluturimet civile që përdor Irani për dronet e vetë. Gjithë industria ushtarake. Edhe e fundi Kulla para se të lëre atë, se do na duhet vi një karike tjetër, do bëjmë një pauzë atje me siguri, do bëjmë një pauzë vogël, para se të vi Fariu dhe Marsidi. Përshëndetje Çani, 3 skenar, të lutem thuaj, zoti Kulla më thotë a është dakord me mua apo jo? Dëgjoj pa Kulla. 3 skenar ekzistojnë në situatën ku jemi, dhe në të treja SBA del humse. 1, skenari parë. Ky që ka dënuar shoku iranianëve. 1, tërheqja nga lufta dhe bashkë me të SBA-ja humbet përgjithmonë lidhjen e mesme, humbet petrodollarin dhe duket e dobët para Kinës dhe Rusisë. Skenari 2, futja trupave toksore e pamundur për të fituar luftën. Lufta e Afganistanit për shembull zgjat 20 vjet dhe kushtoi 2.3 trilion dollar kundër 40 milion afganëve. Irani ka 90 milion banor dhe terren malor. Dhe skenari numër 3, përdorimi i raketave bërthamore, rrezik global. SBA humbet kredibilitetin në botë, civilizimi do ndryshonte gjithmonë të përshëndes. Çani, faleminderit. Unë mendoj që je dakord me këto tre skenarë? Unë mendoj që nëse flasim për alternativën e tretë, nuk flasim më për çështje etike, flasim për çështje humbësish dhe fituesish. Dhe me që ishte ai takimi me kryeministrin e Japonisë aty, aty u tregu qartë që në momentin që janë përdorur bombat bërthamore për 50 vjet botën e qeverisë pikërisht Amerika, kështu që nuk qëndron në një argument i tretë. Pra nëse do të kemi një luftë bërthamore, do të kemi edhe fitues dhe humbës. Mesazhi është i qartë, ora është 22:20 minuta zonja zotrim. Kulla do ngrihet tani se bashkë me mua do e përcjell, po para se të ikim, do lexoj edhe një mesazh të një miku tim, që e kam shumë xhan. Më është gjendur në kohë të vështira. Që quhet Oni Pustina, një personazh i bukur shumë Oni Pustina, e ke parasysh, që ka qenë model, Pse jo? ka qenë fotomodel, një djalë i papar, i jashtëzakonshëm, dhe më thot, më ka nisë në fillim, po mos mund të ri pa lexuar Onin sa herë që më çon mesazh. Po patjetër. Më thot Çani, të fala Kullës, e dëgjoj me shumë interes sa herë që vjen te ty, se është dashamirës shumë Oni, dhe thot, të lutem, mbaj këtë mjekrën më shpesh, mos haro, ajo gërvish më shumë. Hajde me mund xhamit çat.